Armando Broja i është rikthyer stërvitjes. Këtë e ka konfirmuar vetë trajneri i Burnleyt, Scott Parker, ka deklaruar për mediat angleze se dëmtimi që Broja pësoi me kombëtaren në ndeshjen ndaj Anglisë në Tiranë ishte më i lehtë nga sa dukej në fillim. Ai ka shtuar se Broja ka nevojë për pak punë, pasi është një lojtar i një niveli mjaft të lartë dhe do t'i vlejë Burnleyt në rrugtimin e tyre në Premier League. Nuk është aq keq sa u duk kur po e shija, është vërtet mirë. Shpresoj që Armandoja të jetë i disponueshëm për fundjavën, kështu që gjithçka duket vërtet pozitive. Ai u stërvit në bar dje dhe sot dhe do të shohim se si do të reagojë nesër, por për momentin duket mirë. Ai ka nevojë për pak punë. Unë kam parë një përmirësim shumë të madh, kështu që jemi në drejtimin e duhur. Duhet të qëndrojë qetë dhe i përqendruar. Është një top lojtar. Kemi firmosur me të që të luajë këtu për një kohë të gjatë, ka deklaruar Scott Parker, duke marrë në mbrojtje sulmuesin e ekipit të tij. Armando Broja edhe në ditët e tij jo të mira, për të mos thënë më të këqijat e karrierës së tij, është një personazh që mbetet në qendrën e vëmendjes. Në përballjen e mbrëmshme me Anglinë ai ishte pika e diskutimit edhe për gazetarët anglez, duke qenë se është një lojtar i Premier Ligës. Sulmuesi i Burnleyt u aktivizua nga tekniku Silvinho vetëm në minutën e 75 në ndeshjen ndaj treluanëve, ku në ato minuta që zbriti në fushë u duk shumë i motivuar për të bërë një figurë të mirë, sidomos pas asaj performance zhgënjyese dhe lotëve të derdhur në fushën e Andorës. Megjithatë, me sa duket, gjendja psikologjike e lojtarit për momentin nuk është më e mira dhe është ajo që ndoshta po i kthehet në pengesë. Si për të konfirmuar momentin e keq që po kalon, Broja nuk arriti as ta mbyll ndeshjen, pasi pësoi një dëmtim që e nxori nga fusha me barel dhe me ankthin se cili do të ishte problemi i tij i ri fizik. Por mediat raportojnë se për fatin e mirë nuk do të ketë asgjë për të shqetësuar për sulmuesin shqiptar, pasi kontrollet e mëtejshme ndaj tij konfirmojnë vetëm për një ndrydhje kavilje që do ta mbajë atë vetëm pak ditë jashtë fushë. Sipas burimeve pranë-kombëtares, bëhet fjalë për një dëmtim që rikuperohet brenda 2 javësh. Kështu që Broja do të mund të jetë në dispozicion të trajnerit të Burnleyt shumë shpejt për të vazhduar sezonin normalisht në Premier League dhe ndoshta për të gjetur veten dhe suksesin që i mungon tashmë prej 2-3 vitesh. Dhe sipas asaj që ka mësuar Telesport, për Armando Broja nuk flitet për një dëmtim serioz në kavilje, bëhet fjalë për ndrydhje të gradës së parë dhe rikuperimi do të jetë nga 14 deri në 16 ditë. Ndaj presim ta shohim bomberin kuqezi në fushë shumë shpejt.